Pastaj ka edhe shumë hadithe tjera në të cilat na nxit pejgamberi alayhi salatu vesselam që t'jemi prej atyre që nxjerrni sadaka. Një ndër hadithet është edhe ai ku pejgamberi alayhi salatu vesselam na porosit dhe na thot: ittaqun nara walau bi shaqqi tamra. Ruajuni nga zjarmi i xhehenemit, qoftë edhe me gjysmë hurme. Pra nëse nuk kem nga pasuria që të nxjerrni sadaka diçka tjetër vetëm se gjysmë hurme, që është një vlerë shumë e vogël dhe shumë simbolike, atëherë nuk duhet të hezitojmë ta nxjerrni sadaka edhe këtë shumë simbolike dhe minimale, në mënyrë që në ditën e Kiametit jem prej atyre që kem një të mirë më shumë. Nga se në ditën e Kiametit do të ketë vështirësi shumë të mëdha. Madje ka tregu Zoti në Kur'an se mes xhennetit dhe xhehenemit është një muj që quhet A'raf. Është një sure në Kur'an që quhet me këtë emër për shkak ngjarjes së banorëve të A'rafit. Pra një grup nga njerëzit do të jenë mbi këtë mur. Nuk do të jenë as nga banorët e xhennetit, por as nga banorët e xhehenemit. Komentatorët e Kur'anit, Allahu i mëshiroft, një nga komentet që ja kanë bë kësaj ngjarje, thonë se ky grup njerëzish janë ata të cilët i kanë punët e barabarta. Sa kanë punë të mira, aq kanë punë të këqija. Dhe punët e mira nuk i lanë që të hyjnë në xhehenem, por në njëjtën kohë punët e liga nuk i lanë që të hyjnë në xhennet. Dhe kanë metë në këtë vend, i cili është mes xhennetit dhe xhehenemit. Dhe tash llogarit e sikur ta kem vetëm një sevap më shumë nga një sadaka shumë simbolike që e kem nxjerr, do të ishmi prej atyre që veprat e mira na e peshojnë veprat e këqija dhe hyjmë në xhennet. Për këtë pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë: mos nënvlerësoni nga puna e mirë asgjë. Qoftë edhe një sadaka me gjysmë hurme, as këta nuk duhet ta nënvlerësojmë. Ka se mund të vjen puna në ditën e Kiametit që për një shpërblim dhe për një sevap nuk arrim që të hyjmë në xhennet.